Më shumë se 350 serbë nga Kosova janë nisur këtë mëngjes për në Kraljev për të mbështetur presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe politikën e zhvillimit të vendit. Rreth 200 serbë nga veriu i Kosovës, si edhe më shumë se 150 serbë nga Pomoravlja, Kosovës, Gračanica dhe qytete përreth Kosovës qendrore u nisën për në rrugën për në Kraljev dhe Beograd. Pas hapjes së pjesës së korridorit të Moravës, serbët nga Kosova do të nisën nga Kraleva për në Beograd të shtunën, ku do të marrin pjesë në takimin Serbia është një familje, e cili me ftesë të presidentit Vučić do të mbahet përpara asamblesë kombëtare. Mbrëm në Gračanicë u vendos një tabelë reklamuese me mbishkrimin Vidovdani 2026, mirë se vini në Gračanicë, pasi policia e Kosovës të ejtën pasdite pengoi vendosjen e një tabele reklamuese me mesazhin Betimi i Vidovdanit, të cilën punëtorët e komunës së Gračanicës kishin ndërmend ta vendosin para shtëpisë së kulturës me rastin e Vidovdanit. Duke komentuar veprimet e policisë, shkrimtari Živojin Rakočević tha se është e pamundur të spjegohet ndalimi i përdorimit të fjalëve të caktuara dhe se kulmi i poshtrimit është se policia e Kosovës e njeh fjalën betim si rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ndodhet për një vizitë zyrtare në Brazil, ku do të diskutojë përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalçe dhe bashkëpunimin me ministrin e Punëve të Jashtme Mauro Vieira. Qendrimi zyrtar i Brazilit është se çështja e statusit të Kosovës mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës në përputhje me të drejtën ndërkombëtare nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara dhe brenda kornizës së rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Brazili beson se nuk duhet ta njeh pavarësinë e shpallur në mënyrë të njëanshme pa një marrëveshje me Serbinë. Dhomat e specializuara të Kosovës vazhdojnë të përmbahen afatit të 20 korrikut për shqiptimin e aktvendimit të ish udhëheqësve të UÇK-s. Në një deklaratë me shkrim për media, gjykata kujtoi se me 5 maj trupi i gjykus lëshoi një urdhër për zgjatjen e afatit për aktvendimin deri me 20 korrik dhe se nëse trupi i gjykus përcakton se i nevojitet kohë shtesë, do të informojë palët në procedurën dhe publikun. Ish udhëheqësit e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në Hakqe nga nëntori i vitit 2020 në akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Pas largimit të Giovanni Petra Barbano, pozicioni ushtruesis së detyrës së shefit të misionit të EULEX-it në Kosovë do të kryhet nga Emily Rakhorst. Ajo është këshilltare ligjore ndërkombëtare e specializuar në mjedisje konflikti pas konfliktit dhe përvoj punën e misionet civile të Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave dhe në Kombet e Bashkuara. Ajo është diplomuar në drejtësi me specialim të drejtën penale dhe ekspertiza e saj përfshin konkretisht krimet e luftës, forcimin e sundimit të ligjit dhe koordinimin e reformave në sektorin e drejtësisë. Ministria e Ekonomisë në mandatin teknik Artan Rizvanolli deklaroi se Kosova nuk zgjodhi importin e energjisë elektrike nga vendet e rajonit në vend të prodhimit vendas ose gazit amerikan, por zgjodhi qymyrin dhe burimet e rinovueshme të energjisë që mbështeten në burimet vendase. Ajo deklaroi se qeveria vlerësoi se në vend të ndërtimit të një tubacioni gazi, një zgjidhje më e përshtatshme ishte importi i gazit natyror të langshëm nëpërmjet Vlorës. Rizvanolli theksoi se qeveria e Kosovës e sheh gazin natyror të lëngshëm nga Amerika si një burim shtesë energjie në periudhat kur burimet vendase janë të pamjaftueshme. Blokada e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë sepse kërkesat e Sofjes do të vazhdojnë të jenë maksimaliste, është e bindur ish ambasadori i Maqedonisë në Sofje, Marian Gjorqev, duke vënë dukje se i takon Shkupit të gjejë një mënyrë për të izoluar atë mosmarrëveshje dypalçe dhe për të shmangur përfshirjen e saj në procesin e pranimit në Bashkinë Evropiane.
Populli maqedonas dhe bulgar nuk janë në konflikt me njëri tjetrin, mosmarrveshjet midis dy vendeve ndodhen në nivel tjetër dhe i shërbejnë për të fituar pika politike, thot analisti i Shkupit Vladimir Bozhinovski, duke sqaruar shpresën se elitat politike në Bullgari do ta kuptojnë se është më mirë të kesh një fqin evropian. Të shtunën moti në Serbi do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë pas dite pritet zhvillimi i vranësirëve në disa vende me shira dhe bubullim, kryesisht në zonat malore do të fryjë redop dhe mesatare. Veriore dhe veri perëndimore temperatura mëngjesit do të sillet nga 15 deri në 24, kurse ajo maksimale ditore nga 34 deri në 38 gradë Celsius.